Pagat në administratën publike kanë patur rritjen më të lartë për muajin e fundit, sipas të dhënave të përpunuara nga Scanintel. Rritja ka qenë edhe pagat e sektorit privat në vendin tonë. Gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025, paga mesatare mujore bruto për një të punësuar në Shqipëri arriti në 82.210 lekë sipas të dhënave të publikuara nga Instat. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kjo përfaqëson një rritje të ndjeshme prej 11.6%, por nëse e krahasoj me 3 mujorin e fundit të vitit 2024, pagat kanë pësuar një rënje pasi shënonin vlerën e 83.401 lekëve. Rënja e pagave në 3 mujorin e parë, krahasuar me 3 mujorin paraardhës, mund të jetë ndikuar edhe nga bonuset apo shpërblimet e fundvitit. Rritja e pagave nuk ka qenë uniform në të gjithë ekonominë. Disa sektor dhe aktivitete ekonomike kanë shfaqur paga mesatare më të larta se mesatarja kombëtare, veçanërisht aktivitetet financiare dhe të sigurimit, si dhe sektori informacionit dhe komunikacionit. Ndërkohë, rritjen më të madhe të pagave gjatë kësaj periudhe e kanë shënuar fushat ekonomike të administratës publike, sigurimit social të detyrueshëm, arsimit, shëndetësisë dhe aktiviteteve të punës sociale, ku rritja është vlerësuar në 16.7%. Një rritje e lartë është regjistruar gjithashtu edhe për forcat e armatosura, me 23.1% më shumë si dhe për specialistët me arsim të lartë, të cilët kanë përfituar një rritje prej 13.7%. Nga ana tjetër, sektorët me rritjen më të ulët të pagave kanë qenë industria, ku rritja ka qenë në nivelin e 5.2%, si dhe punonjësit e kualifikuar në bujqësi dhe peshkim, me një rritje prej vetëm 5.3%. Sipas Institutit të Statistikave, profesionet që paguhen më shumë se mesatarja kombëtare vijojnë të jenë ato menaxheriale, drejtuese, ligjvënëse, si dhe për specialistët me arsim të lartë. Gjatë kësaj periudhe është vërejtur edhe ulje e numrit të punonjësve me pagë minimale, ndërsa numri të punësuarve me paga më të larta është rritur, çka tregon një transformim të tregut të punës, drejt një strukture më të orientuar drejt pozicioneve të kualifikuara dhe të mirë paguara. Për gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, investimet e huaja direkte arritën në 362 milion euro, vlera më e lartë ndonjëherë për këtë periudhë. Ndërkohë, referuar shifrave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, rritja ka ardhur kryesisht sipas së fitimit të riinvestuar. Investimet e huaja direkte në Shqipëri kanë arritur një tjetër rekord në 3 mujorin e parë të vitit 2025, duke prekur shifrën e 362 milion eurove, sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë. Kjo është vlera më e lartë e regjistruar ndonjëherë në një 3 mujor dhe përfaqëson një rritje prej 2.2%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ndërkohë në vitin që lan pas, ato fiksoheshin pranë 354.4 milion eurove. Por cili tregues ka shtyrë përpara këtë shifër rekord për gjatë këtij viti? Referuar shifrave të institucionit, rritja e investimeve të huaja direkte në vendin tonë ka ardhur kryesisht si pasojë e rritjes së fitimit të riinvestuar nga investitorët ekzistues. Nisur nga shifrat rezulton se fitimi i riinvestuar arriti në 214.5 milion euro, duke u rritur me gati 3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Fitimi i riinvestuar ka një peshë prej 59.2% përkundrejt totalit të investimeve të huaja direkte, krahasuar me një vit më parë, duke se shritur pesha ndaj totalit. Ndërkohë, nga ana tjetër, flukset e investimeve të huaja direkte në formën e injektimit të kapitalit të ri zën një peshë prej 40.4% ndaj totalit. Në 3 muajt e parë të vitit aktual, ky komponent arriti një vlerë prej 146.42 milion euro, duke regjistruar një rritje prej 1.4%, nga rreth 144 milion euro që vlerësohej në vitin 2024. Por cilat mund të jenë faktorët që kanë ndikuar në rritjen e fitimeve të riinvestuara? Ndër faktorët kryesorë që duket se kanë ndikuar në këtë rritje janë besimi më i lartë i investitorëve ekzistues në tregun vendas, si dhe rritja e fitimeve të bizneseve që operojnë tashmë në Shqipëri, të cilat kanë zgjedhur të riinvestojnë për të zgjeruar dhe përmirësuar aktivitetin e tyre. Për gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, punonësit e huaj nga puna e tyre në Shqipëri kanë fituar 11.1 milion euro, ndërkohë që dhënat e publikuara së fundmi nga Banka e Shqipërisë tregojnë një rritje me 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shqipëria po kthehet në një vend të emigracionit punëtor, duke u bërë një destinacion gjithnjë më i frekuentuar për shtetas të huaj. Vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2025, të ardhurat që punonjësit e huaj kanë përfituar nga puna në Shqipëri kapën shifrën e 11.1 milion eurove ose rreth 1.1 miliard lekë. Të dhënat zyrtare të publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë një rritje me 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe 17% në raport me 3 mujorin e parë të vitit 2023.
Ky trend nuk është rastësor. Shtimi i të ardhurave lidhet drejt për drejt me rritjen e ndjeshme të numrit të punonjësve të huaj që operojnë ligjërisht dhe jo vetëm në tregun shqiptar të punës. Sipas të dhënave nga Inspektorati Shtetëror i Punës për vitin 2024, nga rreth 200.000 vende pune të inspektuara në të gjithë vendin, janë evidentuar 12.500 shtetas të huaj të punësuar. Kjo do të thotë se 1 në çdo 16 punonjës të kontrolluar nga inspektorët rezulton të jetë i huaj. Në këtë panoramë të re bie në sy vende nga të cilat vinë më së shumti këta punonjës. Egjipti, Filipinët, India dhe Turqia janë ndër burimet kryesore të fuqisë punëtore të huaj në Shqipëri, ndërsa për sektor si ndërtimi, hoteleria dhe shërbimet, kërkesa për punonjës të tillë vazhdon të rritet. Në të njëjtën kohë gjithnjë më shumë kompani shqiptare po zgjidhin të plotësojnë mungesën në treg përmes rekrutimit të punëtorëve të huaj. Kërkesa në rritje për leje pune pasqyrohet qartë edhe në të dhënat e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, e cila raporton se aplikimit për leje pune janë rritur me ritme vjetore që variojnë nga 15 deri në 18%. Emigrantët kanë dërguar në Shqipëri rreth 250.6 milionë euro vetëm në 3 muajin e parë të vitit 2025, niveli më i lartë regjistruar ndonjëherë për një fillim viti. Remitancat nga emigrantët shqiptar kanë shënuar një tjetër rekord historik në 3 muajin e parë të vitit 2025, duke arritur në 250.68 milionë euro, sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë. Kjo është shifra më e lartë ndonjëherë për një 3 muajor të parë që prej vitit 2008, duke të kaluar edhe nivelin e rekord të një viti më parë. Në një vështrim krahasues 3 muajori i parë i vitit aktual ka shënuar një rritje me 3.6% krahasuar me tjetër periudhë të një viti më parë. Por ajo që vjet e re nga të dhënat është fakti se rritja është ngadalësuar nga 13.2% që rriteshin në 3 muajorin e parë të vitit 2024 dhe në 16% në vitin 2023. Viti 2024 ishte gjithashtu jashtëzakonshëm në këtë drejtim, ku dërgesa totale të emigrantëve arritën afro 1 miliard euro, niveli më i lartë që nga nisja e matjeve moderne dhe më shumë se çdo vit tjetër përfshirë dhe 2008-ën, vitin që deri vonë mbaj si referencë flukseve më të mëdha të remitancave. Por përtej vlerës nominale, kjo rritje e remitancave vjen në një kontekst të veçantë, zhvlerësimi i euros. Me kursin që ka prekur nivele të ulta historike ndaj lekut, vlera reale e remitancave në monedhën vendas është relativisht më ulët për përfituesit në Shqipëri. Pra edhe pse më shumë euro po hyn në ekonomi, fuqia blerëse e tyre është ndikuar ndjeshëm nga zhvlerësimi. Ky zhvillim krijon një paradoks, më shumë remitanca në euro por më pak ndikim real për familjet shqiptare, veçanërisht ato që mbështeten tek këto dërgesa për konsum të përditshëm. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gen Sejko, ka kërkuar përgatitjen e sistemit financiar për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ai shpreh ndër të tjera se duhet të forcojmë më tepër bashkëpunimin rajonal. Është zhvilluar konferenca e 5 të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, e cila bëri bashk historian, muzeolog, studiues dhe ekonomist për të diskutuar mbi udhëtimin e ekonomisë, identitetit dhe zhvillimit institucional financiar të Shqipërisë e rajonit. Në fjalën hapëse, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gen Sejko, u shpreh se kjo konferencë nuk studion vetëm të kaluarën, por synon të parashtrojë edhe pyetjet e duhura për të ardhmen. Sipas tij, sistemi financiar duhet të përgatitet për të përfituar nga mundësitë që do ofrohen prej antarësimit në familjen e madhe evropiane. Rruga e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian ka qenë një shtyllë kryesore e reformave institucionale dhe ekonomike. Banka e Shqipërisë luan një rol tepër të rëndësishëm në këtë proces, duke përafruar politikat dhe praktikat e saj me standardet evropiane, me synim forcimin e stabilitetit, transparencës dhe qëndrueshmërisë e nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Me vështrimin drejt së ardhmes, përkushtimi ynë mbetet i palëkundur të forcojmë gatishmërinë institucionale, të thellojmë bashkëpunimin institucional dhe të sigurojmë që sistemi financiar i Shqipërisë të jetë i përgatitur për të përballuar sfidat dhe për të përfituar nga mundësitë e një të ardhme të integruar europiane. Guvernatori Sejko theksoi ndër të tjera se Shqipëria, ashtu si shumë vende të tjera në botë, gjendet përballë mundësive të reja që lidhen me zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe inovacionin financiar. Këto sfida apo mundësi të reja, si monedha digjitale, rreziqet klimatike, inteligjenca artificiale dhe inovacioni financiar, po transformojnë peizazhin financiar global. Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky realitet. Dekadat e ardhshme do të kërkojnë shkatësi, largpamësi dhe bashkëpunim të ngushtë me partnerët europian dhe ndërkombëtar. Ne duhet vazhdojmë të forcojmë kapacitetin ton institucional, jo vetëm për të përmbushur mandatin ton kryesor, por edhe për të mbështetur stabilitetin dhe mbështetjen e qytetarëve shqiptar.
Gjatë kësaj konference të organizuar në kuadër të 100 vjetorit të Bankës së Shqipërisë, u prezantuan punimet kërkimore të një sër studiuesve shqiptar dhe të huaj. Shqipëria është në rrugën e duhur të hapjes së grup kapitullit të 4 të negociatave me Bashkimin Evropian. Komiteti Profesuesve të Breshëm të vendeve anëtare të BE-s ka dhënë dritën e jeshile për këtë grup kapitull, që ka të bëjë pikërisht me agjendën e gjelbër. Ashtu siç ishte paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama, Shqipëria ka bërë një tjetër hap përpara në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Me anë të një njoftimi për mediat, kryeministria bën me dije se këtë të mërkur, Komiteti Përfaqësuesve të Përhershëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ka dhënë dritën e jeshile për hapjen e negociatave mbi grup kapitullin 4, agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Ky vendim vjen pasi u konstatua se Shqipëria është mjaftueshëm e përgatitur për të nisur këtë fazë të rëndësishme të negociatave. Negociata do të zhvillohen në konferencën e 6 ndërqeveritare me Shqipërinë, data e së cilës do të bëhet publike së shpejti nga Presidenca e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kapitujt e grup kapitullit 4 përfshin fusha shumë të rëndësishme për ekonominë, biznesin dhe që prekin drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve dhe janë faktor transformimi për zhvillimin afatgjatë të vendit. Kapitulli 14, i cili trajton politikën e transportit, synon përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë rrugore e hekurudhore. Kapitulli 15 lidhet me sektorin e energjisë dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm dhe të përballueshëm me energji. Kapitulli 21 fokusohet te rrjetet transevropiane dhe ndërlidhjen infrastrukturore të Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian si pjesë e rëndësishme e korridoreve evropiane, ndërsa kapitulli 27 vlerëson mbrojtjen e mjedisit dhe përballimin e ndryshimeve klimatike përmes standardeve të larta të Bashkimit Evropian. Përmes negociatave të këtyre kapitujve, Shqipëria pritet të bëjë hapa konkret drejt ndërtimit të rrugëve më të sigurta dhe moderne, përmirësimit të ndërlidhjes rajonale dhe evropiane, garantimit të furnizimit me energji të pastër dhe të përballueshme, si dhe mbrojtjes së mjedisit për gjeneratat e ardhshme. Në njoftimin e kryeministrisë, thuhet se ky vendim i Bashkimit Evropian konfirmon ecurinë e suksesshme të Shqipërisë në procesin e anëtarësimit. Ai është një tregues i qartë i përparimit të prekshëm në përmbushjen e reformave ekonomike, i përgatitjes dhe aftësive të gjitha institucioneve shqiptare dhe aktorëve ekonomik si dhe ekipit kombëtar të negociatave për anëtarësimin, por njëkohësisht përforcon besimin se Bashkimi Evropian mbështet një proces zgjerimi të drejtë dhe të besueshëm të bazuar në rezultate konkrete, të matshme dhe në përmbushje të standardeve evropiane. Zhvillimi i transportit hekurudhor në Shqipëri do të jetë në fokus për vitin që vjen. Sekretari i Komunitetit të Transportit ka prezantuar raportin për vitin 2024, duke u ndalur tek projektet që konsiderohen si një histori suksesi. Projekti hekurudhor Tiranë-Durrës dhe lidhja me aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza konsiderohen si histori suksesi për Shqipërinë. Sekretariati i Komunitetit të Transportit së bashku me anëtarët e grupit të gjelbër ka prezantuar raportin për vitin 2024, duke u ndalur në progresin që ka bërë vendi ynë sa i takon infrastrukturës hekurudhore, si dhe projekteve që parashikohen në vijim, por edhe në ato ajrore, rrugore dhe ujore. Tiranë-Durrës është drejt fazave të fundit, që do të thotë që shumë shpejt do të kemi modernizimin e plot të Tiranë-Durrës dhe do të bëjmë lidhjen e saj me aeroportin e Rinasit dhe kështu Tirana do të ketë aeroportin e parë të lidhur me Hekurudh dhe kur të kemi modernizuar rrjetin hekurudhor në rajon, atëhere do të shohim lidhje të shtuara midis qyteteve, Beograd, Novi Sad që u rinovua disa kohë më parë, numri pasagerëve është shtuar dhe këtu përfshihen edhe të rinjt, kështu që edhe Durrës-Tiranë do të jetë një histori suksesi kur flasim për përdorimin e rrjetit nga qytetarët. Projekte të tjera që janë përmendur është ai i korridorit 8 dhe financimi është siguruar për këtë projekt
Dhe kjo është një linjë e rëndësishme që lidh Tiranën me Podgoricën. Gjetjet në raport ndalen edhe në zhvillimet që ka ndodhur me aeroportet në vendin tonë. Në Shqipëri kemi një boom të aeroporteve dhe kjo lidhet edhe me numrin e pasagerëve, aeroporti i Tiranës në mënyrë të veçantë, por edhe të tjerë në rajon. Por duhet thënë se Tirana është numri 1 në rajon kur është fjala për shtimin e numrit të pasagerëve. Kjo lidhet me bukuritë e vendit, me bregdetin e saj, i cili tërheq personat dhe njerëz nga e gjithë Evropa. Dhe kjo ka çuar një lëvizje shumë madhe edhe në llojet e tjera të transportit, por ka sjell njëkohësisht edhe shtimin e presionit mbi infrastrukturën e vendit. Ne shohim që aeroporti i Tiranës po zgjerohet, po modernizohet, kërkon shumë kapacitete, por është e domosdoshme që ajo të lidhet me projektin hekurudhor Durrës-Tiranë, të sigurojmë edhe mjete që përdorin karburante të pastra. Aeroporti i Tiranës është një nga më domethënësit në kuadrin e projekteve që po zhvillohen. Sa i takon transportit rrugor, evidentohet se Shqipëria po zbaton nga 7 deri në 10 projekte që synojnë modernizimin e 177 km rrugë. Raporti thekson se pika kufitare Kakavijës cilësohet si një ndër 11 pikat më të ngarkuara në rajon dhe do të ndërhyet në modernizimin e infrastrukturës me qëllim uljen e kohës së pritjes për qytetarët dhe bizneset. Sipas organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik, Shqipëria ka intensitetin më të ulët e emetimit të karbonit në rajon, madje edhe nën mesataren e Bashkimit Evropian. Shqipëria jo vetëm që kryeson rajonin në drejtim të përafrimit dhe zbatimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian për kapituj që lidhen me agjendën e gjelbër, duke të i kaluar mesataren e BE-s në këtë grup, por gjithashtu qëndron si ekonomia vetme që ka fituar terren në raport me Bashkimin Evropian për sa i përket energjisë së rinovueshme gjatë viteve të fundit. Sipas raportit më të fundit të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, OECD, mbi konvergjencën ekonomike të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, nga 5 ekonomi që përjetuan divergjencë në vend të konvergjencës, 4 regjistruan rënje prej më shumë se 10 pikësh në raport me mesataren e BE-s. Shqipëria është i vetmi shtet që ka performuar më mirë në rajon dhe vetmi ekonomi që arrin nivele intensitetit të emetimeve të karbonit nën ato të Bashkimit Evropian, që nga shkurti i këtij viti, vetëm Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia kanë miratuar me sukses planin kombëtar për energjinë dhe klimën. Emetimet e larta të dioksidit të karbonit në rajon i atribuohen kryesisht varësisë së madhe nga lëndë të djegëse fosile në prodhimin e energjisë, me qymyrin që përbën më shumë se 60% të prodhimit të energjisë në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Shqipëria bën përjashtim, thot OECD, duke u mbështetur ekskluzivisht në burimet e rinovueshme të energjisë. Rreth 90% e kapaciteteve të ngritura për prodhimin e energjisë rinovueshme janë hidrocentrale dhe pjesa mbetur centrale eolike apo parqe fotovoltaike. OECD shpreh ndër të tjera se ekonomi si Shqipëria dhe Kosova kanë krijuar korniza strategjike për transportin e qëndrueshëm, duke vendosur objektiva për uljen e emetimeve në mënyra të ndryshme të transportit. Shumë ekonomi kanë vendosur masa për të promovuar automjetet me emetime të ulëta dhe zero, duke përfshirë përjashtimet nga taksa dhe subvencionet për blerjen e makinave elektrike në Serbi dhe ndërtimin e infrastrukturës së karikimit në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Së fundmi, pranë Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë kanë mbërritur aplikimet nga 2 shoqëri për ndërtimin e centralave diellore me kapacitet total të instaluar për 33 MWh. Sektori privat ka shtuar ndjeshëm interesin për të investuar në prodhimin e energjisë elektrike nga dielli. Së fundmi, pranë Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë kanë mbërritur aplikimet nga 2 shoqëri për ndërtimin e centraleve me kapacitet instaluar 33 MW. Kështu shoqëria Alb Energy Group SHBK ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë aplikimin për ndërtimin e një impjanti fotovoltaik me kapacitet të instaluar 31 MW për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme, i cili nuk është objekt koncensioni dhe nuk përfiton nga masat mbështetëse. Impjanti pritet të ndërtohet në fshatin Povelç, njësia administrative Dërmenas, Bashkia Fier. Edhe shoqëria 3E Energy SHPK ka paraqitur aplikimin për ndërtimin e një impjanti fotovoltaik me kapacitet të instaluar 2 MW për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme, i cili nuk është objekt koncensioni, po në fshatin Povelç.
Që nga fillimi i këtij viti, pra Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë janë paraqitur 7 aplikime për ndërtimin e centraleve fotovoltaik. Ndërkohë, referuar të dhënave nga ERE në total impiante në treg të lirë, ata që kanë kontratë me furnizuesin e tregut të lirë, si dhe centrali Karavastas, prodhuan 194.458 megavator apo 6.6% të totalit energjisë elektrike të gjeneruar në vend gjatë 4 muajve të parë të vitit. Sipas të dhënave zyrtare për vitin 2024, rreth 6.25% e energjisë totale në vend u prodhua nga centrale diellore, ku peshën më të madhe mban centrali fotovoltaik i Karavastas, që gjeneroi 53% energjisë diellore të prodhuar në shkallë kombëtare. Rreth 60.000 të rinj pritet që të mbështeten nga programi kombëtar për 63.5 milionë euro si pjesë e strategjisë kombëtare për punësimin dhe aftësive, ndërkohë që deri në këtë moment 55% prej tyre janë gra dhe vajza. Garancia rinore për të rinjt, një program kombëtar prej 63.5 milionë euro, është miratuar si pjesë e strategjisë kombëtare të punësimit dhe aftësive 2023-2030, me qëllim mbështetjen e 60.000 të rinjve në Shqipëri. Sipas njoftimit të ministrit Gonxha, ky program i financuar nga Bashkimi Evropian dhe buxheti i shtetit do të ofrojë mundësi punësimi, formim profesional, mbështetje për arsimim dhe fuqizim institucional. Po kështu çdo i ri që është i papunë, jo në arsim ose formim profesional, që njihet si Not in Employment, Education or Training, do të marrin një ofertë konkrete brenda 4 muajve nga regjistrimi. Në janar 2025 u zgjat faza pilot deri në fund të vitit dhe u zgjerua në nivel rajonal. Konkretisht, programi po zbatohet në 3 rajone pilot si Tirana, Shkodër, Vlorë me përfshirje të 9 bashkive. Deri më tani janë regjistruar 1082 të rinj, ku 55% prej tyre janë femra. Ndërkohë, sipas dhënave zyrtare, bëhet e ditur se 71% e të rinjve kanë marrë një ofertë punësimi, arsimi ose trajnimi, si dhe për më tepër 764 të rinj janë integruar në tregun e punës ose në sistemin arsimor. Synimi për 2025 është identifikimi 1500 të rinjve dhe referimi 800 individëve në skemën e mbështetjes. Gjithashtu, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxha, theksoi se deri në vitin 2030, objektivi është që të mbështeten 40.000 të rinj dhe të ulet në EET në 15%, aq sa është mesatarja e Bashkimit Evropian. Në fund të këtij edicioni, ju kujtoj se për më tepër informacion, ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.